Më thënë, kjo urë është një urë shumë e hershme në fakt që të dilten pa. Por ajo që ndodh ose e vërteta e ditur, se e vërteta logjike është tjetër dhe e vërteta e ditur është tjetër. Gjithë to që dalin pa, qoftë nga ky operacion me policinë italiane, janë ditura nga opinioni, janë ditura shumë mirë në Durrës, janë ditura shumë mirë në nivelet e institucioneve shqiptare, të atyre që vëzhgojnë ose parandalojnë krimin, duke përfshirë policinë në sistem që një majorancë e cila ke qeverisë të ketë rritje në mbështetje, një majorancë e cila është mbuluar me korrupsion të ketë përkraje, një majorancë që ka braktisur rinin, ka braktisur fermerin, ka braktisur qytetarin të marrë mbështetje nga ata me vota. Pra, krahas vërtetave ditura, krahas vërtetave të faktuara dhe gjithë raportin e forcave politike dhe çdo hap vërtetues drejt këtyre akuzave që ne kemi bërë dhe të vërtetave që dihen, vërtetojnë që Rama nuk mund të vazhdojë të jetë në krye të vendit, që nuk ka një fitore të Partisë Socialiste, të majorancës, ka një vjedhje të vullnetarëve që në Shqipëri mund t'i vendosin çfarë do lloj emri, nuk e di. Le dalin ata gjuhëtarët e ri të gjejnë një neologjizëm për këtë proces, por proces zgjedhor në Shqipëri nuk ka pasur përplasje alternativash, thjesht ka pasur një sulm të qeverisë për të përdorur mjetet e saj për të konfirmuar vetveten dhe për kanë jo zgjedhor, thash, kanë krye një person, një njeri, që është dirigjuesi, organizuesi, është mentori dhe udhëheqësi i madh që është pikërisht ky që sot përulet dhe thyet në gjunjë para ndërkombëtarëve, i lëpihet atyre vetëm e vetëm që të marrë konfirmimin e një sundimi i cilin ai ne kemi paralajmëruar dhe po e përsëris për disa të herë që gjithë shqiptarët e dinë. Shqiptarët në Durrës e dinë se kush është banda në fjalë, shqiptarët e dinë se Rama i ka blerë votat, shqiptarët kudo në Shkodër e dinë se në mendimin e kujt Rama tentoi të rrëmbejë vullnetin e shkodranëve dhe kudo Elbasan, po, në çdo qytet qytetarët e dinë se çfarë ndodh. Bërë atëra që dihen, nuk kemi përballë çudirave të opinionit publik. Dhe nuk është se ne po presim në këtë moment që të ketë një habi nga opinioni publik dhe ky opinion të ndjehet i çuditur dhe të reagojë. Jo, Rama i ka ndërtuar si norma pranimit skeq frikën e reaguese tek njerëzit, cilët dhe në momentin që kanë moment vërtetësia apo moment disit pavarur që është vota, kanë me vete edhe këtë frikën e instaluar për të mos thënë vullnetin e tyre, por për ta devijuar vullnetin e tyre sipas ndoshta interesit të Po, edhe tjera të krijuara në vazhdimsi përgjatë këtyre viteve. Po, edhe një pikë zoti Borçi, se pas kemi probleme me linjën e internetit me sa duket. Po, kam në këtë pyetje, çfarë bëhet në këtë situatë të tillë? Kjo është përtej luftës politike tani. Sa fuqi kanë partitë politike, Partia Demokratike, opozita në përgjithësi, apo edhe organizimet qytetare, nuk e di, që të përballen me gjëra të kësaj shkalle? Tani, proceset zgjedhore realizohen në bazë të rregullimeve ligjore, Edvin, por mbi gjitha mbi bazën e vullnetit politik. Kur vullneti politik mungon nga ana e majorancës në rast relet edhe ligje dhe kushtetuta dhe si do rivendoset ky vullnet politik, sepse në një anë është majoranca që nuk ka vullnet politik, në anën tjetër
janë opozita, po ndërfues edhe shumë parti të tjera që ndoshta nuk janë pjesë e opozitës, cilët ndoshta kanë vullnet politik